Prishtinës edhe arritën i njëshin sukseset e 8 vjetë dhe severisje, po për mene emri jut. Një pyetje kom. E dit një si karakter të njojmë këtë qytetarët e dim kështë shpendi. Shpend. Se tash, ju jepi kom për kryetarëve që të kena taku mas shumëti. Edhe zi e terre, do me onë, zdo zha. Tash, ndodhin që apo ndodhin kohën e fundit, tash nërzo po thojnë a këtef shpend se kena bëha i gare. Qëra, po. Pyetja ku nuk e dhe shpend. A mund t'ja atribon gjitha meritat për Prishtinën vetëm lëvizjen e ndosje, pa Shpend Ahmetit? Absolutisht jo. Pas vetëm Shpend Ahmetit jo. Pra ne ju më konë shumë i kujdesshëm edhe ferm gjatë kësaj periudhe. Na i kemi përmbush 11-12 premtimeve në mandatin e parë, dhe tash nëse kanë dash bashkë me këshyr, kush ka punu në cilin projekt, unë më i mjau datë punë, po se bëj. Se në autobusa pash asni shkrojnë se ka shukër kush është sot në vetëvendosje. Asni sen të tenderit, në uj asnjoni zubrin, në qerë dhe ka punu Fitore Pacoli është e vërtet, kur që u mohej asnjoni, se na kena punu si ekip. Na kena taku 3 herë njavë si kabinet me krejt drejtorat. Edhe për mu do të ishte gjyna me munu me da me thonë, ky ka punu, ky s'ka punu, se cili ka pas detyrat e veta. Natyrisht unë më konë mbi përfshim krejt. Aden, mandatin e dytë, unë nuk reagoj, se jënë mësu këtu ka i shkel me ma mshu që kush den televizor, veç dikush do me shavet vendosje ma mshon mu, dikush do me përkravet vendosje ma mshon mu, apo këpëton, nuk dal me reagu. Po veç vitin 2021, mu me të nëgje parkingun në toksor, mu me të nëgje, du me thonë, parqe të ndryshme që kena kry, QMF që kena qel, rrugë që kena ndërtu, Solar Kosova me të cilën vetë vendosje sot në burët, ku i kemi ngrit 130 milion euro, me KFV-n Gjermane dhe me Bergjen, që s'ka livrit asni më... Na e kena bo autobusat e ri që s'jonar, 30 autobusa me Bergjen, dhe aty i kemi ngrit na. Pra, gjynahi madhë është me hi në këtë diskutim dhe me thonë, na e na konë kjo bo, na si e na konë kjo su bo. Ja, ta përsa dhe ashtë tropa së vidi, se pashe dhe nuk... Për kunder kësaj, i falenderoj krejt ata që jenë sot vetëvendosje, që kanë imun mandatin për mi arrit ato objektiva. Objektiva. Deri stash e kemi për parim rame kandidat, e kemi Beg Berishën, e kemi Grunit Ardoanin Besën, edhe... Se pjëthush, po. Mos që thuj Grunit Ardoanin. Ja, gabim, e thash në atë aspektin kështu. Se Besa deri stash, sinqerisht pëllton, për thonë publikisht, deri sto kandidatura, tash s'pomoj që ndrim, por u drejtova qysh flitet e na, qysh aludohet e na të figurat. Besa e zakonisht me që pash pjesën e parë të publikimit. Pistu një kandidatve, kush i ka gjasat më mbaja? Edhe Hajrullah Qeku, pa, jo, se dim, pa e ditë kandidatin e vetëvendosës... Unë në basë burimit një apo tëmë që është e kryme, është Hajrullah Qeku. Po, se kom zërtarisht. Okej, hajtë, pejegëm. Menej që bazën matë madhe të vëtuze potenciale ka lëvizja vetëvendosje. S'po dhja po më kuptën është. Bazën, po. Do me thonë, pyetja është, sa mundët një kandidat i lëvizjeve vetëvendosje me nxjerr maksimumin e bazës së votuesve të lëvizjeve vetëvendosje. Se e ka potenciale. Në rastin tem e kena pas bazën shumë të vogël e unë kom dalë për teja asaj baze me prezantimin që e kom bo, për mi afru edhe ata që si jonë konë vetëvendosje. Sot, si kurse dhe për Arben Vitin, sfida për vetëvendosjen është mi nxjerr votues të vetë. Dhe këtu ka rol shumë kandidatë. Ka rol shumë kandidatë. Është për full Glau Konjusa, unë e menoj që kishë nxjerr maksimumin, por Glau Konjusa nuk është figurë që i ka të parët e kryetarit komunës. Kjo nuk është kritik për Glaukun, është thjesht çka menoj unë, do me thonë se nuk merret me shtetin, me fluturimin, me filozofinë që i ka pas, me Hegelin e këto, po merresh me kanalizim bërllog, ndryqim, do me thonë çështje që janë përditshme dhe shumë, do me thonë, të prekshme. Do me thonë, këtë varet kanë që televizave të ndosje, ndërsa mendoj që për parim rama, posaçërisht për shkak të raportit auditorit, do ta ketë shumë vështirë, po edhe për shkak të një diskutimi që tashmë është krijuar në qytet që ka të bëjë me trafikun. Do me thonë, ka njëherë që to diskutimet, lafet që folen të berberi, në taksi, edhe në autobus... Edhe plani për Prishtinën dhe Tisarë si pat 1 milion e soj, 1 milion e gjys metra këtë beton. Shef, ai që e mban postin e kryetarit gjithmonë e ka një avantazh. është e vërtet, do me thonë, për shkak se e ki pushtetin. Vi njerëz me thonë, unë votoj për ty, jam komunë, ka, qësi, ta bjen një 5%. Menoj që në këtë situatë, pa e ditë kandidatin e vetëvendosës, menoj që shumë do t'jetë me rëndësi dhe mendoj që në këtë rast, përparim Rama dhe Urani Ismaili janë në një nivel
është çështja kush ka me him ballotash. A prishet E tash, loja... du me thonë edhe qëto. Një pyetje. Kandidatët si Besa Shahini, mund që mund të ketë edhe kandidat tjerë. Pikërisht kjo. Kthe që në nivel qendror është mirë me dalë një subjekt i ri politik. Përzgjedhjet lokale është mirë, po flitet s'ka nevojë subjekt politik. Po flitet për një shok tonin, po flitet që Sidia, Daran Sidia e ka një më mësy si iniciativë qytetare. Po nuk e di. Për një me nuk e di. Po unë mendoj që në nivel lokal nuk ka nevojë për parti të re. Kur po them nuk ka nevojë për parti të re, po du me thonë që mund është